Në takimin e sodit tekstualisht është diskutuar lidhur me pagën minimale. Normal që ne si udhëheqës i sindikatës sektorit privat të Kosovës e kemi kërkuar që kjo pagë të jetë pagë minimale 600 euro dhe të jetë vetëm për vitin 2016. Përderisa unë definitivisht e kam po themi pëlqimin e njerëzve kompetent ose po themi qeverisë në detyrë që vlerësimi i tyre është që kjo pagë duhet të jetë 500 euro dhe e kam pyetur decidivisht nëse gjithçka shkon në rregull, kur mendoni të filloj së implementuari. Sipas deklarimit të ministrit në detyrë është thonë që ne planifikojmë që paga minimale për 500 euro do të filloj së implementuari në janar, por megjithatë nuk e ka hudhur poshtë edhe propozimin tonë që është thonë që unë do të bisedoj me aktorët kryesorë dhe që të bisedojmë edhe tek shuma 600 euro, por megjithatë nga gjithë aktorët që ishme jemi pajtuar që paga minimale të jetë 500 euro dhe të filloj së implementuari nga muaji janar. A pati ndonjë dakordim për ndonjë takim tjetër në VM apo në kohë? Realisht nuk pati dakordim ose nuk është biseduar fare, kërkesa jonë ka qenë ajo, fillos implementuari nga 1 janari me 600 euro dhe nuk kem nevojë fare të takohemi. Ka qenë edhe një shpjegim i ministrit që sepse normal që pagën minimale e përcakton Këshilli Ekonomik Social, në mungesë të Këshillit Ekonomik Social thotë që unë kam kompetencat që të vendosi për te, derisa normal që në këtë Këshill Ekonomik janë edhe disa sindikate të tjera të cilat e përmend Këshillin Ekonomik Social, sipas ministrit, po flas sipas ministrit, nuk i plotësojnë kushtet sindikate të tjera për ata dhe nuk janë të tjerë. Nëse kjo nuk plotësohet, pra në janar nuk fillon implementimi i pagës për 600 euro siç ju e keni kërkuar, cilat janë hapat që do të merrni si sindikat? Po, ne qëllimisht e kemi lënë derën e hapur se në gjitha kompanitë të cilat janë të pakënaqur me pagën minimale që do të fillojë, mendojmë se do të fillojë në janar, atëherë është dera e hapur çdo kompani që të fillojë aspektet ligjore që të kërkojmë që kjo pagë të bëhet 600 euro. Do të thonë gjithçka është në suazat të ligjit.